Pse po kryqëzohet Princ Leka për fejesën me Blerta Celibashin? Princi i Shqipërisë dhe fotografja e njohur u fejua në një ceremoni elegante në jug të Shqipërisë pak ditë më parë. Megjithatë, fejesa ka ndezur debate të forta në rrjetet sociale. Shumë ndjekës kritikuan Princ Lekën për atë se ishte shpejt pas divorcit të tij me Elia Zaharian dhe pas polemikave që pasuan marrëdhënien e mëparshme. Disa komentues janë shprehur se periudha e shkurtër e ndarjes e bën këtë fejesë të papërshtatshme, e veçanërisht pas dramave që u krijuan. Gjykata e Tiranës ndërkaq në fillim të këtij viti e dënoi princin me 1 vit burg, ku për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi zbriti në 8 muaj dhe u vendos pezullim në 16 muaj shërbim prove për akuzën dhunë në familje. Sido që tjetë, çifti duket i vendosur të nisë një kapitull të ri së bashku, pavarësisht kritikave dhe debatit publik, duke sfiduar opinionin dhe duke vazhduar jetën në mbujen mediatike.